Mirë, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News, vim të mbetemi së bashku në hapësirën e të ftuarve në studio. Me mua është bashkuar avokati Altin Goxhaj. Avokat, përshëndetje, mirë se u riktheve sërish në studion e Fox News. Falenderoj shumë. Tashmë kemi projeksionin e qartë. Tash sqaruar gjithçka. Ndërkohë në krahun tim të majt Armando Vrushi. Mirë se ke ardhur. Përshëndetje. Avokat, e nisim së bashku fillimisht mbi projeksionin, duke qenë se tashmë kanë mbetur edhe më pak se 100 kuti për tu numëruar. Partia Socialiste hudhëheq bindshëm në rang kombëtar dhe sipas projeksionit dhe sipas kutive tashmë të numëruara ka arritur të grumbullojë 82 mandate në krahasim me 52 mandate të Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Partia Social-Demokrate me 3 mandate dhe nga 1 mandat Lëvizja Bashk, Nisma Shqipëria Bëhet dhe Mundësia. E kishe përpara këtij projeksioni, kishe në një farë mënyre të parashikuar këtë lloj rezultati? Nëse do i referohemi para zgjedhjeve, as që bëhet fjalë. Nëse referohemi darkës së zgjedhjeve prap direktori Joni, fjalë, nuk shkonte në mendja direktor, por në mëngjesin e ditës së parë të vot të numërimit, që është dita e hënë, rreth orës 4-5 mëngjesit, ne ishim këtu në studio dhe gjithçka ishte marrë qartësi të plot. Domethënë, ne kemi si thosh një përcaktim që këto 4 vjet që vinë, Rama ka siguruar një mazhorancë për të lëshuar kushtetutën dhe për të shpallur mbret. Domethënë tashmë vetëm që ka ngelur shpallja de jure, se e mbret është, por të shpallet de jure do thotë që i duhet kushtetuta. Gjykata kushtetuese e kanë xhep, spaku në xhep, gjithçka e kanë xhep, si kanë ngelur gjë tjetër. Pyetja është, ky rezultat a reflekton vullnetin e popullit apo jo? Kjo është thelbi i çështës. Tu qëndroni gjithë problemin. Unë jo që nuk besoj, po arsyeja që patëm dëshirë që unë dhe Mandi sot ishim bashkë në para publikut, Mandi është në kryetari i Partisë Aleanca Konservatore dhe në kryetari. Arsyeja pse unë kam pas dëshirë që të isha me Mandi sot para jush edhe para publikut, ka qenë pikërisht sepse Mandi prej 2 muajsh është përpjekur. Bashkë me mua, po si Mand ekspert i fushës, në fushën e teknologjisë informacionit sidomos. Ka paraqitur vazhdimisht rrezikun e manipulimit plot të sistemi votimi, duke treguar disa piketa shumë të rëndësishme që tregonin se si do ndodhte kjo gjë. Publiku na ka parë dhe në Fox News, edhe në rrjetet sociale, se si ne kemi demonstruar me fakte dhe me prova që në KQZ është ndërtuar një mekanizëm i garantimit të manipulimit të procesit votimit, duke filluar që nga pajisjet e identifikimit elektronik, të cilat ishin një rrënë e madhe, të paktën në gjysmën e qendrave e sigurt që ishin një hapësirë gjigante manipulimi. Pse them të paktën në gjysmë? Sepse sipas ligjit tonë elektoral, gjysmat i KPD-ja, gjysmat i KPS-ja të kryetarëve. Dhe kryetari i komisionit është ai që i kanë dhënë këta të drejtën të ketë në formë ekskluzive identifikimin e personit votues. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që të paktën në gjysmën e qendrave, ku ka drejtuar Partia Socialiste, pajisjet e identifikimit biometrik jeni në mundësi të votoni 10 veta me 10 gishta. Çfarë do thotë 10 veta me 10 gishta? Më fal. I njëjti person për 10 veta. Njëjti person për 10 veta. Pra një person mund të votojë 10 deri në 10 vota. E dyta, çdo bëhet e mundur kjo, avokat, se është pak e çuditshme, një person për 10 veta. Ja, të mbaroj dhe do ta shpjegoj Mandi, se shumë e thjeshtë. Patjetër. E dyta, i garantohesh mundësia një patronazhist socialist të votonte në çdo njësi tjetër përveç të vetës për njerëz të cilët nuk ndodhen në Shqipëri. Apo me kartën e tyre, apo me karta false, apo me karta kartoni, apo me karta plastike të modifikuara. Mundësia ishte 100% e kemi bërë eksperiment në KQZ dhe e kemi vërtetuar të gjithë heshtën dhe Partia Demokratike. I gjithë stafi i Partisë Demokratike në KQZ ka qenë armiku jo në mënyrë. Për çdo gjë që ne kemi ngritur aty, që nga rendja alfabetik, i emrave që t'i jepte mundësi kandidatëve të bënin fushat, do të gjesh emrin apo duke që mbi emrin ata gjesh personin përkatës. Edhe kjo na u hoq marrëveshje PDPS gjithkohës. Do janë kështu të faktuara dhe ne kemi mundësi me prova. E treta, në të gjithë procesin e votimit, sipas nesh, përdorimi i pajisjeve të identifikimit elektronik në çdo lloj formati që ta shohësh, në çdo lloj
pamit ta shohësh, ka qenë një mjet i garantimit të ndryshimit të strukturës së votimit me sa të duash ti. Pra, mund shosh 10 vota, mund shosh 100 vota. Po nuk është nevojshme, sepse një kuti votimi ka diku ke 300-400 votues. Në 300-400 votues që ka një qendër votimi, ti e ke shumë të mundshme që të thyesh rezultatin, mjafton me 10, 20, 30 vota, 40 vota. Më fal. Në 300 votues, 3 vota janë 1%. Pra 1% është 3 vota, po kupton. 2 vota 6%. Më kupton si shkon. Pra, koncepti ishte që ti mund të bëje ndryshime, ti thua ke pajisjet e votimit. Jo, në të gjitha, pra Okay. efekti në një qendër votimi, nëse votojnë 300 veta, 3 po manipulove, ke manipuluar 1%. Pra 3 vota bën 1%, 6 vota bën 2%, po kur ke 10 vota? Bën 3% në herë. Po më ta bësh gjithkund duke shtuar, duke ndryshuar rezultatet. Dhe ajo që ka ndodhur sot, që është paraqitur një video ku tregon flet votimi në qendrën numër 9. Flet votimit palosura e njësoj. Me të njëjtin format. Me të njëjtën pamje, që ne e dimë si është palosja. Vetëm palosja në qendër votimi është spontane. Kupton? Aty që gjitha njësoj gjitha për PS-n, ta tregon që një person e ka kryer atë proces. I vetëm, sepse është vetë forma flet votimit. Tregon se si ka funksionuar sistemi. Sistemi ka funksionuar në mënyrë shumë thjeshtë. Këta kanë ndërtuar një mekanizëm të plot manipulimi. PD-ja ka heshtur 1.000.000%, jo 100%, themi atë gjë. Ka heshtur dhe tashmë justifikon humbjen se Jo, është e kundërta. 14 kanë heshtur. 2 muaj që shkuam në KQZ dhe u morëm me këtë punë ata heshtën. Në çdo çështje që kemi shkuar në KQZ për të kundërshtuar, PD-ja ka qenë me PS-n. Më besoni këtë, e kemi në video. Nuk e pëlqen rezultati se. Po sepse tani dele vërteta se që thamë ne, që ta doja u vjedhin votat. Ne u tham në KQZ, shkuam bëm eksperimente. Madje KQZ-ja, ke identifikimi për të votuar elektronikisht, e vetëmi rast që nuk bëri një njoftim publik që do bëj demonstrimin, ishte vetëm rasti i votimit, se e pan që ndodhi 24 orë përpara, kur ne vajtëm dhe u diskredituam të gjithë pajisjet, që thamë, me këto pajisje, një njeri voton për 10 vetë. Mjafton të ndodhi 10 gishtat e dorës. Me 10 gishta 10 vota. Dhe unë kam votuar me kartën e Mandit dhe me kartën time. Pra unë kam paraqitur dhe kam marrë 2 si thosh skontrino, pra ato faturat e pajisjes, identifikimit, kam marrë 2 copë unë, një time dhe një të Mandit. Pra unë votova dhe për Mandit dhe për veten. Tani çështja është pse heshti PD-ja. Këtë duhet të sqaroj PD-ja, jo Altin Goxha dhe Armand Vullushi. Tani a kisha drejtur, keni Mandin këtu, pyeteni Mandin. Ja ku janë të dyja skontrinot. T'ja u tregoj me detaje. Janë votat e mia ato. 2 skontrinot, Altin por Goxhës. ndërkohë tek të dyja Janë 2 persona të ndryshëm. Ke votuar Edhe për Mandin dhe për veten. Po. Ke qendra, ke eksperimenti, jo në eksperimenti absolutisht. Po, se ne kemi transmetuar përballjen tuaj me persona të cilët ishin duke u kujdesur për u bë OSB-ja sebeb, u bë OSB-ja sebeb që ata lejuan të bëjnë me eksperiment, se refuzonin që ne të bënim eksperimente. Shiko, kjo është shumë e çuditshme. E kemi të vërtetuar të me prova. Me video. Tek eksperimenti, kur është bërë eksperimenti i pajisjeve elektronike, ke votuar me kë kartë ID-e? Timen dhe një copë kartoni të këtij. Jo, me këtë timen dhe me të vetën. Është karta ID-s. Po. Po ndërkohë Mandi ka dhe kartë tjetër. Armandit? Shkarta ID-s. Po. Ajo është karta ime e identitetit, me ato votoj fillimisht dhe vuri gishtin e madh të dorës së djathtë si vulë elektronike e quan KQZ-ja për të procesit votimit, pastaj përdori kartën e vet. Me gishtin e majtës. Dhe përdori gishtin tjetër. Kjo është me video, e keni parë. Kjo është, shiko, ajo historia ishte, ne shkuar. Karta e Armandit me gishtin tënd të djathtë? Po. Dhe karta e vet me gishtin e vet. Karta jote? Me gishtin e majtë. Hajde gjeti. Me gishtin. Hajde gjeti. Po është me video, është live. Është në Facebook live. Nuk e majmë në datën, 15 ditë para. Sa për të qeshur aq edhe për të qartë. 28 prill. 28 prill. E keni në video live, çdo kush. Ndërkohë gishti jot i djathtë ka nxjerr fytyrën e Armandit, gishti jot i majtë ka nxjerr fytyrën. Dhe PD-ja heshti. Dhe kur u hutuan nga kjo pjesë, se nuk e prisnin që ne do të demonstronim, atëherë ne i kërkuam edhe të bënim dhe një provë të fundit, që të kalonim në makinë këtë kartonin. A ishte një karton bosh? Mund ta shohë, jo, nuk është fare bosh. Ka një shkrim aty. Nuk e di nëse i bën zoom kamera, okay. Është një karton i cili ka të printuar, pra është një flet
e parëndësishme, po ka për të printuar Është një flet kartoni. Po ka këtë tekst që është edhe këtu tek shiriti i MRZ-s, quhet Machine Readable Zone, është një karakteristike dokumentave. Në atë karton është printuar po kjo. Në fakt jo kjo, po ajo e kartës vjetër times. Dhe kur e kaluam, kjo është thjesht një copë kartoni në formën e kartës ID-s, e bardhë nga të dyja krahët, por në fund ka të printuar... Ajo nuk ka asnjë gjë elektronike brenda. Ka të printuar kodin që ndodhet gjithmonë pas kartës ID-s. Quhet kodi MRZ. MRZ, kodi MRZ. Dhe si është procedura Si dhe kodi MRZ tregoja pak sa e thjesht është për Kodi MRZ është shumë i thjeshtë sepse ka ca komponente që e përbëjnë, i cili është IA që tregon që është dokument identiteti jo pasaport, do ishte P në rastin e pasaportës, ALB për Shqipërinë, numri serial i kartës, numri personal i personit, datë lindja, data e skadencës, dhe ka dhe një shifër këtu në fund, që është një shifër kontrolli për të parë nëse janë lexuar mirë optikisht informacionet e mparshme. Dyshimi im, që nuk patëm mundësin të aprovojmë, është që edhe po i bërë lëmë çdo të tjerat, asaj makinës vetëm numri personal i intereson. Pra edhe kjo shifra e kontrollit, nëse unë e shkruaj qëllimisht gabim, as atë nuk e merr mundimin ta vërtetoj, ta verifikoj. Ta kontrolloj. Por, gjithsesi, në thelb, sepse historia është e vjetër. Dhe ajo që mbaj mend nga 2020 është që partitë politike kanë kërkuar identifikim biometrik përpara se të prokuroheshin pajisjet. Atëherë u fol për mbledhjen e shenjave të gishtave nga gjithë popullata, u përmend rasti Brazilit e tjera, po thelbi i kërkesës ishte identifikimi biometrik. Argumenti për këtë ishte që të dyja palët dhe pozita dhe opozita pranonin që potencialisht vëzhguesit komisionerët e tyre ishin vulnerabël ndaj korrupsionit. Pra, e thënë thjesht, nuk u besojmë as komisionerëve tanë, duam makinën që ta vërtetoj autenticitetin e dokumentit, që të bëj identifikimin e personit. Ajo që erdhi, faktikisht, është një makinë e cila identitetet tona i ka të regjistruara në kujtesën e vetë, të prodhuara nga gjendja civile. Në momentin që paraqitet zgjedhësi përpara makinës, Domethënë është po e njëjta makinë që gishti i djathtë i avokatit të nxjerrë identitetin tënd dhe gishti i majtë i avokatit nxjerrë identitetin e vet. Domethënë imagjinoj se çfarë në moment, po nuk përdoret gishti për të nxjerrë identitetin. Përdoret vetëm numri personal që lexohet te ky shiriti. Identiteti del nga memoria e makinës dhe e shef dikush që shef edhe personi dhe krahason fotografinë me personin dhe thotë është i njëjti person apo s'është i njëjti person. Tashti në prezumimin fillestar që ky dikush është i korruptuar apo është vulnerabël ndaj korrupsionit, ne na duhet një makinë që ta bënte ajo identifikimin, jo po përsëri personi. Se personi shumë mirë ishte me kartën. Shifte dokumentin, edhe personin, edhe nuk ishte nevojë të harxhonim 24 milion euro me ble këto makinat. Ndërkohë, sipas procedurës që KQZ ka të publikuar. Të lutemi, bëjmë edhe një herë krahasimin kartës ID-s tënde dhe kartës nga kamera, të lutem. Nga njëra anë kemi kartën dokumentin autentik dhe fletën bosh komplet. Në krahun tjetër kemi përsëri dokumentin autentik dhe fletën bosh ku është printuar vetëm ky shirit i MRZ. Faktikisht ky që është i printuar këtu është i kartës time të vjetër, të skaduar, pra ky duhet të thoshte që ka skaduar. Ndërkohë është marrë si e mirëqen. Është marrë si e mirëqen, sepse të thash, nuk lexohet karta fare. Nuk bëhet asnjë lloj leximi përveç leximit optik se cili është numri i identitetit. Informacioni që del është i regjistruar nga gjendja civile. Dhe është e skaduar apo jo, dokumenti që ti ke në dorë nuk ka lidhje. Dhe ne për këtë punë shkuam te KQZ-ja. Sepse deri në atë ditë ishte akoma duke u diskutuar që do përjashtoheshin siç ndodhi në Imar në zgjedhjet e gushtit. Do përjashtoheshin të gjithë ata që u kishte skaduar dokumenti. Vendimi për të mos u përjashtuar ata u mor 2 ditë përpara, të premten. Unë vete kam marrë vesh të premten në mëngjes, po u mor të njëjtën në darkë. Dhe nuk u bë as shumë publik. Shumica e njerëzve mund edhe të mos kenë votuar duke menduar që kanë dokumentat skaduara dhe nuk u lejohet. Por ajo që është më ulëricja e eksperimentit tonë është fakti që aty mund të votosh me copë kartone. Pra, ai patronazhisti, i cili në një moment të caktuar në bashkëpunim me anëtarët e komisionit shkon dhe do të votoj për njerëz të tjerë, nuk ka nevojë as të marrë kartat atyre njerëzve. Mjafton të prodhoj shirita të tillë nëpër copa letrash dhe t'i kaloj me radhë 10 copë dhe të vendosi për çdo herë njërin nga gishtat e vet.
dhe ai voton sipas procedurës së KQZ-s, ai është në rregull me të gjitha. Pra janë 10 njerëz të ndryshëm, makina thot, më kanë ardhur 10 njerëz të ndryshëm, unë kam regjistruar 10 shenja gishtrinë që janë të ndryshme, dhe komisioneri i përjashtuar nga përgjegjësia pikërisht për faktin se ne kemi futur makinat dhe tani është përgjegjësia e makinës, jo e komisionerit, dhe komisioneri thot, ku dëgjon, makina nxori jeshile, vazhdoi votën ai, se kam ide. Pra, kjo problematikë është paraqitur te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është ngritur si problem. Ne e kemi dhe me video live. Jo, videon e di se e kanë transmetuar. Jo, e kemi dhe me video live, dhe jemi duke komunikuar me Komisionin Qendror i Zgjedhjeve në video. Jemi paraqitur para komisionit, kemi kërkuar para komisionit, kemi bërë shkresa Komisionit Qendror Zgjedhor. Kemi bërë gjyqje me Komisionin Zgjedhor. Kemi shku kolegj zgjedhor 2 herë me Komisionin Qendror Zgjedhor. Kemi paraqitur kasi 2 herë. Kemi paraqitur në të gjitha nivelet e komunikimit. Madje kemi kërkuar që të gjitha kamerat e votimit të ishin live. Sepse jo, ne kërkuam 2 javë gjysmë para zgjedhjeve dhe ata refuzuan të na japin takim. Na sollën përgjigje për një kërkesë të mëvonshme, por nuk na thyen kurrë përgjigje. Ndërkohë, ajo që mua më shqetëson është përse përfaqësuesit e PD-s në KQZ jo nis reaguan kurrë, po e mbanin të mbuluar çdo gjë që ne kemi kërkuar atje. Çfarë halli kishin këta përfaqësues e PD-s në KQZ që duhet të heshnin për çdo shqetësim të drejtë që ne kemi ngritur? Kjo është pyetja. Kjo është një shkresë, mund ta shohësh, të lutem, datën dhe paragrafin e fundit. Është një shkresë që unë ja kam drejtuar. Tiranë 27 shtator 2023. Sfida ime është që me konsensusin e operatorit, Komisionit të Qendrës së Votimit, të cilin do të prezumojmë të korruptuar, të mund të votojë për vete dhe për 3 persona të tjerë pa krijuar konflikt me PAI dhe për më tepër pa lënë asnjë gjurmë që të kapë më vonë nga procedura e verifikimit të shenjave të gishtave. Mbetem në pritje të një përgjigje. Kjo është e datës 27 Kjo është e datës 27 shtator 2023. Pra, ishte sfida ime ndaj KQZ-s. Kjo është përgjigja e KQZ-s. Ku thuhet që kompetencat e tjera i parashikon ky kod ky neni, pajisjet janë nënshtruar testimit sipas parashikimeve të nenit, pajisjet do t'i nënshtrohen këshyrjes sipas parashikimeve të nenit. Për sfidën time asnjë lloj përgjigje. Ky është dokumenti tjetër të cilin unë në datën 15 maj të 2023-shit ja kam dërguar OSBE Odirit, ku i shpreh shqetësimin tim për disa çështje. Një nga cilat ishte ekzistenca e një numri serial që identifikonte votën, pra e zhdukte konceptin e konfidencialitetit të votës, që është baza e një sistemi demokratik. Çështja e dytë ishte dyshimet që kisha unë në lidhje me funksionimin e këtyre makinave për verifikimin e identitetit. Po të vësh re një gjë interesante, gjithkohën që përfaqësuesit e KQZ-s, sidomos zoti Celibashi, i përmendin në daljet e tyre publike, gjithkohën thonë makinat elektronike të identifikimit biometrik. Është përdorur gjithkohën në fillimisht, është përdorur fjala biometrik. Ndërkohë në të gjitha tekstet e shkruara janë pajisjet elektronike të identifikimit. Nuk kanë guxuar ta shkruajnë, ta lënë dokument faktin që ato duhet ishin biometrike, po nuk janë. Dhe ajo që ne vërtetuam... Kjo është e 14 maj 2023, dërguar OSBE Odirit. Po, dhe nga OSBE Odiri, jo vetëm që nuk kemi asnjë reagim, sepse ishin raportet paraprake dhe përfillimtare për zgjedhjet lokale, por unë lexova dje dhe raportin paraprak që publikoi OSBE Odiri, ku ndër të tjera thuaj që ne si Shqipëri po bëjmë një progres shumë të madh në implementimin e teknologjisë informacionit në procesin zgjedhor. Se ku shifet ky progresi, tashti, nëse OSBE Odiri ka vendosur që ta mati progresin me vlerën e tenderave, kanë shumë të drejtë, ne jemi duke bërë progres. Nëse ka vendosur që ta mati me karakteristika teknike dhe me funksionalitete që duhet të prodhojnë pajisjet, ne jo vetëm që s'po bëjmë progres, por me këto pajisje që kemi marrë, qoftë edhe me këto makinat e tjera të votimit elektronik dhe numrimit elektronik, për të cilat ka një mungesë transparence totale. Ato janë makina ku i gjithë procesi kontrollohet nga një software. Asnjë shqiptar, përveç 2-3 kokrave në KQZ, nuk e di se çfarë bën realisht ky softi. Normalisht ky duhet auditohet
unë personalisht nuk jam pro mbajtje sekret të kodit burim. Kodi burim duhet jetë i hapur për gjithë njerëzit, për më tepër që pajisja nuk është e lidhur në rrjet, por funksionon aty stand-alone në tavolinën e vetë. Pra nuk ka asnjë shans në njëri që njeh kodin burim dhe të futet në pajisje dhe të bëjë ndonjë manipulim të mundshëm. Kodi burim duhet ta dinë, ta shohin gjithë shqiptarët, ta shohin në shtëpi dhe të bindem që kjo pajisja kur unë zgjedh dikë tek fleta e votimit, vërtet e regjistroj në memorien e vetë zgjedhjen time, sepse unë nuk e di çfarë ndodh në memorien e pajisjes. Përveç kësaj, mbasi shqyrtohet kodi burim, ka një procedurë që quhet kompilimi i kodit burim, i cili prodhon një kod të kompiluar dhe ky kodi ka një karakteristikë të vetë, nuk mund ta ndryshosh më, sepse mund t'i llogarisësh një vlerë dhe nuk mund të ndryshohet më. Dhe pastaj ka një procedurë të tretë kur ky instalohet nëpër pajisje, që ne duhet të jemi të gjithë të bindur që është po ai kod që ne pam dhe kompiluam, i cili është instaluar specifikisht nëpër pajisje. Po e quaj të mirëqen, po e quaj dhe unë si OSB-ja, pavarësisht që jam totalisht kundër kësaj, po e quaj unë të pranueshme faktin e mos nxjerrjes së sekretit. Po procedurat e tjera, kompilimi i kodit dhe instalimi i kodit në pajisje, nuk ka asnjë lloj sekreti që duhet ruajtur. Asnjë gjë nga këto nuk është bërë nga KQZ. OSB-u deri në raportin paraprakur zgjedhjet e pardjeshme, thotë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka qenë transparent. Ka një seancë që Komisioni Qendror ka qenë transparent, thotë, i ka bërë seanca të hapura dhe i ka bërë live stream për çdo seancë. Ka një seancë të vetme, ndoshta të vetme, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka transmetuar live. Ka qenë seanca kur kemi qenë ne, kam qenë unë që kam diskutuar dhe debatuar me ta, pikërisht për këto që pastaj për këto mungesë. Është vetmja herë në KQZ, është e vetmja ta fiksojmë gjithë, që KQZ ka refuzuar të bëjë live. Transmetimin live. Po. Është e rëndësishme këtë temë. Nuk është ai transmetim. Është i vetmi. Ndërkohë fotografitë janë. Se këtu është çështja. Po. Është fotografitë janë, video nuk është. Është hera e parë që në KQZ një mbledhje nuk është shfaqur live, por fotografitë janë aty, të gjitha. Ke mandin, nuk e folur. Pra, përdorimi, domethënë dobësitë që kanë këto makina dhe mënyra se si këto janë implementuar, mund t'i hapin rrugën potencialisht çfarë do lloj manipulimi që do duash. E kuptoj. Dhe një fakt, fakti që janë gjetur gjatë ditës së votimit, është raportuar që diku janë gjetur ca karta të hedhura, diku janë gjetur ca karta që ishin fallse, diku janë gjetur flet votimi. Mua më shtyn të besoj që ky vulnerabiliteti i pajisjeve dhe i procedurës është shfrytzuar nga ata që kanë dashur të manipulojnë votën. E kuptoj. Avokat? Unë do thoja që ka qenë një industri e tërë manipulimit ku nuk mund të bëhet dot pa korruptuar ose pa pasur në xhep përfaqësues të PD-s në këtë histori. Ti themi gjërat si janë. Për sa vjet është bëhet manipulimi i procesit zgjedhor nëpërmjet këtij sistemi? Kur e kemi denoncuar në 2021 në janar. Jemi në 2025. Në janar 2021 ne kemi prezantuar që po bëhet një tender që makinat e George Sorosit, Smartmatic, të jenë dhe për identifikim elektronik dhe për votim. Makinat e George Soros, më kuptuat me që? Po. Dhe PD-ja e bëri tenderin. Ja u them pse. Sepse u bë marrëveshja Rama Basha, që me këtë çështje do merresh PD-ja. E ngritëm shqetësimin në 2021 me dokumentat plota, me fakte dhe me prova, që Endri Hasa ishte personi i autorizuar për bërë propozimin e sistemit. Ky sistem u propozua, u kundërshtua nga ne, e bëm këtë punë dhe në prill 2021 para zgjedhjeve. E bëm dhe mas zgjedhjeve. Bëm një eksperiment në sheshin e Universitetit Politeknik, publikisht, ku votuan 100 vetë, ku faks nuk zgjedha. Dhe ne i gjetëm votën secilit. Tani çfarë ndodh? Pajisja e identifikimit biometrik kombinuara me votimin elektronik, ti gjen për kë ka votuar Altini, kë ka votuar Malli. Pse? Mjafton në sistem në një database, të kesh në CLS. Të dhënat e orës, kur është paraqit Albi, Mandi dhe Altini në qendrën e votimit, dhe ti korrespondon në pasojë sekondën kur është votuar në pajisjen e identifikimit në pajisjen e votimit elektronik. Po nga Smartmatic, më kuptuat Albi? Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ne e kemi nxjerrë lakuriq votën keqësia 10 dhe vor. Ne e quam gjykatë që, e quam, kundërshtuam. Kupton quam kas, quam gjykatë. Po doja heshti, na pyeti gjykatësi. Po mirë, si ka mundësi që me të gjitha këto problematika që ti ke transmetuar, që ti ke ngritur si shqetësime, Partia Demokratike asnjëherë nuk ka vepruar për të mbështetur fundjon si sinjalat. Për të kundërshtuar. Jo për të mbështetur, për të kundërshtuar. Për të kundërshtuar. Po.
E kemi ngritë për të kundërshtuar. E kemi ngritë të shqetësim gjithkohës, që ke rendje alfabetik i emra. Më fal, ç'kuptim ka rendje alfabetik i mbi emra? Që dali Fatmi Xhafa i fundit, që ta gjejë kollaj socialist. Edhe kupton ç'pazar dyra kanë bërë. Më kupton? Kush është marrë me këtë punë? E kanë korrik 2020 Bylik Bash 24, korrik 24, Bylik Bashin me shoqe me Gazbardin, duke po pazar. Edhe në 2020 po i njëjtë. Të njëjtët fytyra janë, edhe në 2018, 2019 kur është. Po 2020 po është bërë përpara kjo punë, kupton? Të njëjtët fytyra njerëzish që janë vëlla. Tani pyetja është, se unë maj përgjegjësi për fjalët e mia. Tani si ka mundësi që unë ngrej shqetësime në KQZ, dhe po do është. Po do më kanë ndihmuar vetëm për të gjetur noter për provat e kolegjit zgjedhor të seancës së dytë. Se sa së parë, na kishin falsifikuar vullin këta të postës shqiptare. Dhe u zbulua po në gjykat që ata kishin falsifikuar vullin. Pse? Se sistemi ka gjurmim barkodi. Ne kishim çu zarfin në afat të ankimit. Ç'kishin bërë këta të postës me të PS-s dhe KQZ-s bashkë. Se këta të KQZ-s dishin dhe ishin pa përgatitur për gjyq. Mendues na kpusin mes me afat zgjedhore. Thanë ju e keni çuar me 24 orë vonesë në afat. Jo, i thash, nuk çu afat. Vërtetoj. Më jepni kota vërtetoj. Nxora barkodin e postës dhe nxora që zarfin ishte dorëzuar në fat. Vullin e kishin vënë me vonesë, me ditë vonesë, që të mos konsiderohesh padia jonë gjykat për makinat e George Soros, pajisjet smart mate. Tani, kur ne bëm këtë seancë, këta të gjithë ngelin nga kuriq. Pse? Si ishin përgatitur për gjyq. Menduan që do fitonin nga forfe për shkak të afateve. Dhe u shty seanca, dhe u ngrita shqetësimin ke Sali Berisha, ke gjithë tjerët, shkova Bledi, thash, ore thash, mu më duhet ndihmoj njoni se s'do paguaj 1 milion lekë vjetra notere për kthim në anglisht. Si ishin dokumentat në anglisht të gjitha. Më kupton dhe u interesu PD që më krijoi këtë mundësi. Tani pyetja është, përse PD-ja ka heshtur totalisht në KQZ për çështjen e pajisjeve të Soros? 2. Përse kanë heshtur për të gjitha pyetjet dhe çështjet që ne kemi ngritur, pajisjet e verifikimit elektronik, që janë PA, që i qunin pajisjet. Përse ata nuk e morën në konsiderat propozimin ton që një kartë identiteti kur vjen qytetari duhet ta shohë edhe kryetari, edhe sekretari. Tani kryetari është me short, PD-PS. Sekretari i kundërta. Po kur është në gjysmë e qendrave PS-ja, është vetëm PS kartë, më kupton? Pratikë PD-ja mbas se bën dot të gjë, se del Danoç ai i PD-s, nuk ishte korruptuar, më kupton logjikën. Po aty kush i PS ke sigurt që manipulon. Përse këta nuk e ngritë shqetësimin që duhesh edhe kryetari, edhe sekretari të shifshin kartë identitetit, që të mos shkojë njëri për të votuar për tjetrën, apo jo? Apo njëri për të votuar 10 herë, apo jo? Tani pyetjen duhet të hapi PD-ja, jo Altin Goxha. Këto pyetje ta bëni PD-s. Altini i ka bot vetat, është përpjek me të gjitha mjetat, me çfarë ka pas në dorë, është paraqit KQZ mali, është lodh për këtë punë me vite për këtë 3-4 muaj, nuk ka pushuar se marrë me këtë çështje. Tani ne a zgjidhim dot këtë punë? Ne jemi partia më e vogël dhe më e re në Shqipëri. Sa është kriju? Është krijuar mbasi është regjistruar në KQZ. Kuptimin de jure të hyrjes fuqi, formës pre. Dhe ne ç'kishim dorë e bëm. Tani çështja është, kush do japi përgjigje? Ivi Kaso, po Ivi Kaso ka refuzuar rregullisht, ja them publikisht, ka refuzuar rregullisht të komunikojë me mua, thoshte s'kam kohë. E kam me mesazhe, i thoja, ore, sikur kishim lënë sot takimin, se i thuash partia, Ivi takoi Altinin. Hike dita parë, hike dita dytë, hike dita tretë. Hiç Ivi, kupton? Si jam këtu po jo se aty jo se këtu. Ke parasysh, unë ngrihet shqetësime. Për shembull, rendja alfabetik i emrave në fletë e votimit ishte shumë i shëndetshëm për votimin. Ata nuk donin ta bënin sepse donin që Fatmi Xhafa të ishte i fundit që të gjendej kollaj. Se kush bën pazaret ta gjen ata, valla, nuk e di. Po këto janë fakte. Fakti që pajisjet e identifikimit elektronik janë përdorur që një njeri mund të votojë 10 herë. 10 herë mund të votojë një njeri. Apo dikush mund të votojë për komshiun. Dhe PD-ja heshni për këtë gjë, këtë përgjigje të hapin përfaqësuesit e PD-s që janë marrë me këtë punë. KQZ. Pse është ne ngritim shqetësimin? Ne paraqisim me dokumenta, ne paraqisim në sallë, po ti dikush janë aty në sallë. Janë përfaqësues PD-PS. Pse këta heshtin dhe ata nuk heshtin? Kjo është pyetje shumë e thjeshtë. Derisa shkuan dhe demonstruan praktikisht. Dhe derisa i kapën mat dhe prap nuk reaguan, edhe kur i kapën mat nuk reaguan, valla, kupton apo jo? Ky është problemi këtu. Tani çështja është, a mundesh Rama të manipulonte zgjedhjet, po mos kishte edhe bishtat e vet kudo. Po mos kishte metasazet e veta kudo. Po harroni këtë punë. Po harroni këtë punë. Rama kur vepron në manipulim zgjedhor, merr masat që me kolonën e vet Sorosit veproi kudo. Dhe pyetja është këta që u morën me kodin zgjedhor, që u morën me KQZ-n. Ku janë këta? Pse nuk flasin për këtë temë? Këta na tregojnë e votën në tren, po vota në tren na bëhet dot, po nuk futej që në votimi. Nëse do futej që në votimi pa kartë, apo që të futej që në votimi pa kartë,
Më kupton logjikën, ti ke pamundur. Ama, nëse ti ke karton, ti futesh. A mund votosh ti për 10 vet? Po, mund votosh për 10 vet. Ato fete votimit. Të palosur se për mua janë 1 dorë, nuk janë 10 duar. Nuk janë 10 herë, 10 persona, është një njeri që ka futur. Ato ishin të palosura me prefektin, nuk marrin trup të shehur ato 10 palos. Pra ato palosi ka bërë një person i ka futur 10, le shtojnë ata që ka dalë njëri ka futur tjetër, se ato ishin të paprekura, të pazhubrosura dhe me rrobat e ditës të diel, ato nuk janë ku futen ashtu, po mos i 1 dorë që i mban. Është shumë vështirë ti vendosësh ato. Kupton, kishin formën ato. Tani çështja është pse këta heshin? Thanë, po, kjo është e vërtetë, sepse u duhet dhe tyre për të vërtetuar manipulimet dhënat tonë. Ne u kemi dhënë atyre, prej 3 muajsh, prej 2 muajsh, prej 1 muaj dhe sot që po flasim, u kemi dhënë argumentin tekniko-shkencor se si ky proces është manipuluar, me çfarë mjeti është manipuluar, me çfarë mjeti janë përdorur dhe këta heshin sepse ne jemi censur plot nga PD-ja. Ne ju e dini që kandidatët e Tiranës janë të vetmit në Shqipëri që s'patën kur një prezantim publik. Ti e di këtë gjë. Regjia, të lutem, ma nxjerrni pak në leduolle hartën e projekcionit të faksuar pikal deri në këto momente dhe ma poziciononi në leduolle. Ndërkohë avokat po. Ja po thoja që mund të tregoj edhe një humor zgjedhor? Po. Patjetër. Ç'na ngeli? Kjo është një fotografi e instruksioneve se si do përdorej makina elektronike e votimit dhe numërimit. E marrë nga shkolla Konferenca e Pezës. Tani, ne të gjithë e dim që në votimin manual mund të zgjidhje partin, mund të zgjidhje kandidatin, ose të dyja, ose vetëm partin, ose vetëm kandidatin. Instruksionet këtu janë. Paraqitja e parë, pamja e parë është mundësia për të zgjedhur partin. Njëra nga partit kandidate, kandiduse, apo koalicionet, por është edhe opsioni nuk zgjedh asnjë subjekt. Nëse ti nuk zgjedh asnjë subjekt, mund të vazhdoje për të zgjedhur individin, kandidatin. Në listën shumë emërore. Po, atëherë, kjo ka 3 pika dhe pika 3 e instruksioneve të KQZ-s thotë, nëse ke zgjedhur opsionin nuk zgjedh subjekt, kalon hapin 7. Pra ka përceje komplet zgjedhjen e kandidatit. Jepi mundësia të votu kandidatit. Jo, mundësia jepet sepse unë e kam parë makinën si ishte implementuar. Manuali thot që nëse ti nuk zgjedh subjekt, kalon hapin 7, pra e përjashton komplet procesin e zgjedhjes së kandidatit. Ka pas një... Pra, nuk zgjedh asnjë subjekt dhe nga hapi 1 më kalon direkt si individ në hapin 7. Hapi 1 thot që shfaqet lista, hapi 2 thot që ti zgjedh cilën do t'i nga lista. Totale, listës mbyllur nga lista hapur. Unë për dëjë që kjo është lufta e listës mbyllur. Kjo është instruksioni KQZ-s. Instruksioni KQZ-s. Kjo është ajo që OSBE-ja në raportin para prake e quan maksimumi transparencës. Tani, llogariti mua. Tirana i vetmi qark që nuk bëri prezantim kandidatësh. I vetmi qark në Shqipëri. Gjithë bën prezantim kandidatësh. Tirana kishte ndaluar nga Belin Kolliçi. Fituesi zgjedhjeve 2023 Ero Velin apo jo. Po. Fitoi me 60.000 vota plus minus, apo fitoi me minus 60.000 vota. Domethënë, ky person që tetonte qarkun Tiranë refuzoi që të kishte një prezantim të kandidatëve të Tiranës, siç u ndodhi në Durrës kudo tjetër. E dyta, po të hapësh faqen e PD-s, ti s'gjen asnjë emër kandidati në faqen e PD-s. E di këtë ti. Mungon prezantimi i kandidatëve. Emër mbi emër, fytyrë. E lëmë CV jo. Çi kishin këto dokumente. Thanë do ta bëjmë, po nuk e bën se mos bëjmë reklam shumë, më shumë se ç'duhet dhe s'kontrollojmë dot kush do dalë, kush do dalë. Më beso, këto janë fakte që aty më përgjithësi kur i thotë. Kush do mund të futet ke PD.al tani. Dhe në gjet. Jo, nuk janë se e kam kontrolluar vetë. Nuk janë. Po pse nuk janë? Pse nuk janë? Do të ishin në Wikipedia, lëmë aty. Pse nuk janë? Sepse në këto zgjedhje nuk ka punu njëri me fitu zgjedhje. Ma kalon e pak në këto zgjedhje ka fitu secili me realizu objektivin e tij personal, që kur është listën e mbyllur, të djegi listën e hapur, që të favorizoj shokun e vet apo mikun e vet. Kjo kanë qenë zgjedhje. Regjia, të lutem. Tani unë doja të fokusoheshim shumë në Kavaj, se kam një analizë shumë interesante për Kavaj, që mund ta krahasojmë edhe me një bashki tjetër ku ka fituar PD-ja dikur, zgjedhje lokale. Shkojmë rri Kavaj pak. Kush e hap na bën punë. Kavaja ka PD-n në krye apo si bashkë. Në Kavaj për zgjedhje. Në Kavaj ka fituar PD-ja. Por ajo që vjen sy më shumë nga gjithë është normaliteti në Kavaj. Normaliteti. Me fjalë qasja normale të dhënave. Në Kavaj ka ndodhur një sistem shumë korrekt votimi.
Dhe po t'i shohësh, partitë e vogla kanë marrë që meritojnë, pa fryri. Dhe po t'a shohësh Kavajën, kjo tregon se çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Në Kavaj kemi pushtetin vendor PD, pushtetin e madh PS. Nuk e di, po ta japi regjia në sfond Kavajën. Bashkinë e Kavajës. Po. Të lutem regjia, Se ka shumë kuptim ai që para do të them. hartës që e kërkova unë tek shifrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve qarku i Tiranës, Bashkia e Kavajës. Të lutem. Yani, në Kavaj kemi treguar se si është normaliteti i Shqipërisë, kur duhet ishte normale. Pra, ku vërtet PS-ja ka patronazhimin e vet në pushtetin qendror. Por është ekuilibruar nga kontrolli i Partisë Demokratike që është në Bashki Kavaj. Dhe aty PS-ja nuk ja ka dalë të bëjë atë që ka bërë në Tiranë. Sepse në Kavaj, për shkak se kemi një ekuilibër, kemi një normalitet, PS-ja ka vështirë të ndërtojë atë që bën kudo tjetër me pushtetin total. Regjia, të lutem, të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jo projeksionin që kërkova pak më parë. Po, avokat, sa ta bëj gati regjia, ndërkohë ky është projeksioni. Ma kaloni në Ledwolle këtë, ju lutem. Tani, Këtë ma kaloni në Ledwolle. po të shkojmë Kavaj, se do bëjmë një regjia të mjapi Kavajën se do bëjmë një Po, analizë. kaloni te Kavaja. Që të kuptoni çka ka ndodhur në Shqipëri këtë në gjithë Shqipërinë. Se aty është, si thosh, kyçi i kuptimit gjithçkaje. Domethënë në Kavaj, që pushtetin vendor e ka PD-ja dhe pushtetin qendror e ka PS-ja, ku kemi konceptin poliarkisë Robert Daç, kemi ekuilibër të shtetit, pra jo pushtet total. Ti mund të kesh policinë e shtetit, por policia e shtetit është përballë një shoqërie të organizuar me një bashki normale. Ata nuk janë të ndalë dot Kavaj të bëjnë atë që kanë bërë në Tiranë. Kjo tregon që pushteti vendor, pushteti qendror, është skema se si është kontrolluar totalisht Shqipëria. Dhe Shqipëria, kjo duket, kjo që u thash për Kavajën, vlen edhe për bashkinë tjetër ku ka fituar PD. Kudo ku kemi bashki, Ma kalo pak në Ledwolle. zgjedhjet lokale 2023 të fituara nga PD-ja, kemi një ekuilibër. Dhe ekuilibri reflektohet pikërisht ke fuqia e dobësuar e patronazhimit për të pasur sukses. Bukur. Po t'i shohim këtë hartë, ne këtu shohim që PS-ja këtu nuk ja del dot të bëjë atë që ka bërë në Tiranë. Pse nuk ja del dot? Sepse duhet pushteti vendor për objektivin final. Ja u them pak. Kur Rama ka Në 2019 ju dorëzua totalisht Partia pra, Socialiste. këtu rrim. Dhe Pra, normalisht si mund të kemi dhe nuk mund të harrojmë dot që e kemi marrë të keqen që ditën që pushteti vendor ju dhurua Partisë Socialiste. E para. E dyta, ne nuk mund të neglizhojmë faktin që kur ti ke pushtetin vendor në kontroll dhe pushteti qendror në kontroll, ti ke dhe policinë, ke të gjitha, ti je përballë një individi të pafuqishëm, që është qytetar i thjeshtë. Kurse në Kavaj krijohet një ekuilibër dhe duket në hartën elektorale. Që do thotë, në këto zgjedhje çfarë ka ndodhur? Në këto zgjedhje kemi një luftë të pushtetit me qytetarët. Unë nuk besoj që është shprehur vullneti i popullit shqiptar në 50% pro PS-s, në kuptimin e votave, siç ata pretendojnë. Sepse nuk e gjej këtë popull shqiptar që e mendon kështu. Nuk e njoh këtë popull shqiptar që e mendon kështu. Ka popull që e mendon kështu, por nuk është 50% e shqiptarëve. Pra, 50% të kënaqur me këtë qeveri që rivotojnë këtë gjë. Po, braktisje po, refuzim po, mos votimi asnjëres po, votimi alternative tjetër përveç PD-s po. Të gjitha janë logjikshme. Fakti që ata referojnë këtë gjë dhe mënyra se si ata kanë qenë kaq të verbër, kaq agresiv, me të gjitha mjetet, me të gjitha format, tregon që ne këtu kemi të bëjmë një proces të manipuluar zgjedhor. Unë personalisht jam i zgjuar. Çfarë pret ti në këto momente? Çfarë lëvizje pret të paktën nga ana e Partisë Demokratike se u pa? Këtë pyetje do ja bësh Partisë Demokratike, s'mund ta bësh mua, unë nuk jam asantar. Çfarë pret ti Jo, po të personalisht? them, unë jam kryetar i një partie të vogël që me dështimin tim në këto zgjedhje shoh pozicionin tim si kryetar. Do të marr përgjegjësitë e mia dhe do jap dhe dorëheqje në çastin e duhur, sepse nuk më takon të drejtoj një parti të re me një dështim tonin si këtu. Jemi shumë dobët në rezultatet e pritshëm. Kishim pritur diku ke 7.5 herë më shumë se ç'kemi marrë. Më kupton deri tash nga dhënat se sa i kuti janë numruar. Në Tiranë janë numruar vetëm 33 kuti, aty 24 kuti. Nga 1000. Nga 1280. Është numruar vora elektronikisht, janë 44. 44. Të dyja bashkë. Nuk e di sa kuti janë atje në vorë, 24 kuti, 33 kuti, 24 duket se janë. Unë jam, si thush, në një pozicion, si thush, që kam dështuar si kandidat. Ma hapi pak tek Dhe do mbaj përgjegjësitë e mia. tek qarku i Tiranës në rang vendi, lutem, në rang vendi fillimisht
Ma lëviz pak regjia se duhet të ndalim pak të Që kam dalë më mirë se Luli kam dalë. Që kam dalë më mirë se partit vogla sa dush, kësë se to. Faleminderit. Kalojmë tek Tirana, qarku i Tiranës. Kalojmë tek Partia Demokratike. A këtu kemi kandidatët. E ulim pak të lutem regjia. Këtu jemi, të cila zonë jemi këtu? 21. Këtu jemi në total, tek qarku i Tiranës. Qarku i Tiranës. Qarku i Tiranës. Deri tash është numëruar. Altin Goxhaj 193 vota. Po, në sa kuti? Shko lart lutem. Të lutem, Shko lart. gjiremi pak lart regjia. Në 137 kuti. Nga 1282. Po, aty ke 137 kutit janë dhe një 56 kutit e Rogozhinës që jam kështu, s'kam qenë asë di. A më fjalë, aty s'pretendoj asnjë vot. Kam marrë 4 deri tash nga numërimi deri tani. Nuk e di sa janë numëruar, po 4 kuti në vetëm 4 vota kam marrë Rogozhinës, s'kam qenë asnjë. Është Pra, në 100 e ca kuti kam marrë, sa është aty totali, sa ka dalë? Zbite pak dhe njerë, lutem, Altin Goxha. Kalojmë pak poshtë, lutem. Ja mëse e gjejë dhe unë këtu. Altin Goxha. 193. Zbite poshtë. 100. Zbite, s'nuk duket. A, shifti këtu, po. Sa ka ndalë 193. Po. Pra në 100 kuti, diku 2 vota për kuti. Do më dhënë, në çdo njësi votimi kam 2 votues nga partia jonë dhe nga perceptimi Mirë, është një publik. start i mirë. Unë i quaj dështim të plot të partisë tonë për fajin tim. Pra unë jam fajtori, unë i dola për Zot, unë mora përgjegjësi, do të i marr përgjegjësi të gjitha. Dhe do të flasim kongreset të gjitha gjërat e tjera. Ajo që ka rëndësi nuk ka se ç'ndodhi me mua. Rëndësi ka se Po, ç'ndodhi me regjia qytetarët. diçka tjetër për nga të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo ta kaloj tek projeksioni? Ç'e ke projeksion? Ma kaloni pak tek projeksioni, nga faksu e pikal grafikën me hartë. Të 82 mandate Partia Socialiste. 52 Partia Demokratike. 82 apo 83? 82 deri në këtë moment. Si ka dash? Po shiko, interesante është Po nuk janë fakti 82, nuk janë 82, nuk janë më i shumë. qarku të Shkodrës. Po shiko, se kemi dhe vot në diasporës. Jo, ke më shumë. Vota e Do diasporës. shosh deputet që do votojnë për ndryshimet kushtetuese të kalimit të Shqipërisë nga republikë parlamentare Në monarki? në një republikë monarkike. Interesante është edhe qarku i Shkodrës. Ma jep pak regjia, të lutem. Interesante është qarku i Shkodrës. 4 mandate Partia Socialiste, 2 mandate Partia Social-Demokrate dhe 5 mandate Partia Demokratike. Në qoftë se kemi një koalicion të mundshëm, edhe kjo harta që është blu në qarkun e Shkodrës, mbase kthehet e kuqe. Rama do ketë vetëm herë që Rama do ketë nevojë për koalicion, do jetë momenti për ndryshimet kushtetuese. Që do thotë mund të bëj çfarë të doj. Si t'ja doj, ku t'ja doj, me çfarë të doj. Dhe kjo realitet që ne kemi nuk është një realitet që ka të bëjë me fitoren e Ramës. Unë nuk besoj që Rama ka fituar. Unë besoj që këtu nuk ka mundësi të fitosh ose të humbësh. Tu ka marrë çështja me kohë me vakt. Dhe në këtë vend nuk ka zgjedhje. Pse nuk ka zgjedhje? Po ta kapim. Po çfarë zgjedhje mund të kemi në këtë vend kur një shtet i tërë është kundër individit? Çdo thotë. Një individ ka 2 alternativa. Të jetë pro ose kundër shtetit. Shteti nuk është më disi dikur, shteti jot. Është partia shtet, shteti parti, tashmë është një përbindësh, që e ka gjithë në Rama me gjitha duart. Prandaj tregova kavaj, më kupton logjikën. Ja një vend ku thyet, ja si funksionon. Pra ka normalitet demokratik. Marrim tani Shqipërinë dhe Ramën. Rama ka dhe policin, madje ka edhe gardian e burgut. Rama është në gjendje që në burg të marrë votën dhe ti të thuash faleminderit Rama. Megjithatë ka futur Rama në burg. Ti e morë vesh çka do të burgjë, se kanë dalë votat. 101%. Tani, unë kam nxjerr dokumentin, edhe këtu ke Fax News-i, atë ditë që bëm live. E heqim projeksionin regjia. Atë ditë që bëm live-in bashkë, të nxora dokumentin se si drejtori i burgut kërcënonte burgosur, para burgosurit, që në qoftë se nuk rinovonin kartat e identitetit apo pasaportën, ai do të ndërpriste të gjithë takimet me familjen. Apo unë betye bëra live-in ke së bashku bëmi që. Po. Pra, në një vend ku ti edhe kur je i burgosur do votosh për Ramën. E lemë kur ti e gjëja qytetari i lirë që të vjen patronazhisti, të vjen inspektori tatimor,
të vjen polici trafikut, polici bashkis, polici i rendit, të vjen rënea, të vjen të gjithë, kur ty të vjen të gjithë, vlla, ti vetëm përballë shtetit, apo jo? Dhe që do bësh ti si individ përballë shtetit? Kur ai ka patronazhimin në çdo sinjësi elektorale, pra në çdo qendër votimi, ti ke parë që kishe rastin Ambrozia Metas, që kishe dy çanta, që vraponin dy çantat. Pse vraponin dy çantat? Çka kishin brenda? Kishin materiale zgjedhore. Kishin karta identiteti, kishin fletë votimi. Ato dy ikshin, po më fal, ajo ishte një qendër për një qendër e fshehur për një qendër votimi. Tani sa qendra votimi kemi në Tiranë? 1200. Sa qendra patronazhimi kemi ne? 1200. Pra po ta shohësh në total dhe në themelin e vet, ne kemi të bëjmë me një mungesë prezence të zyrave elektorale me logo Partisë Socialiste dhe kemi të mbushur Tiranën dhe gjithë Shqipërinë me zyrat Partisë Socialiste pa logo, që logon kanë fshehur brenda. Kjo çfarë tregon? Kjo tregon që ne kemi një qytetar që ka përballë gjithçka kundër vetes. Tani, a quhet votë e lirë kjo valla? Është njësoj si thua, që Enver Hoxha ka fituar me 99% votave, sa janë Brazilën kohën e komunizmit me Fondin Demokratik. Kështu i bie, apo jo? Në rastin konkret, ne po flasim për një regjim ku qytetari ka dy alternativa. Do i kundërvihet regjimit apo do pranoj regjimin. Nuk ka tre, ka dy. O këtë. Në qoftë se do i kundërvihet, ai e di fundin e tij. Do ketë represion. Në qoftë se nuk i kundërvihet, regjimi do ta fal herën e parë. Dhe ai duke ditur që hera e parë shoqërohet me herën e dytë, ka thënë pritjet na lë. S'po ma mban. Pra ne kemi dorëzim të votuesit, marr peng votuesin për të votuar. Tani le të dalë dikush mund të ma mohoj faktin që Shqipëri qytetari ka frikë nga shteti. Le të dalë dikush që shteti kërkon votë. Le të dalë dikush më thotë jo atë nuk është e vërtetë. Shqipëria nuk është kjo. Të gjithë e dinë që kjo është Shqipëria. Dhe unë nuk kam parë asnjë fytyrë të lumtur këtë ditë. Asnjë. Kudo që kam qenë. Çka tregon që ne nuk jemi përballë një sistemi ku ne do flasim ose bëu dërin për manipulimin që apo se kjo. Këto janë gjitha budallëq. Në këtë vend s'ka zgjidhje hiç. Po fare. Dhe ne duhet të gjejmë si thosh alternativën e komunikimit, narrativën e re dhe sjelljen tonë politike. Mbase dhe përballjen. Dhe se si nuk e di, sepse unë nuk kam të drejtë morale me kaq vota sa kam marrë 2 për njësi votimi, mesatare, kështu deri tash. Si thosh që të pretendoj më shumë. Më kupton? Domethënë unë prandaj po them që është e rëndësishme që ne të gjithë të reflektojmë dhe të kërkojmë që të gjejmë një zgjidhje për këtë. Reflektimi është personal. Në një deklaratë se do pyes edhe Mandin. Një deklaratë për media të zotit Berisha i pyetur nga një kolege e jona, theksoi që unë do ta bitis. Çka nuk kupton që unë nisa këtë betejë dhe nuk largohem nga leadershipi i Partisë Demokratike derisa ta ndreq ose ta kryej si mision. Mendoje. S'kam çfarë mendoj fare unë. Ne s'është puna jonë, është puna e Partisë Demokratike. Ne duhet të marrim përgjegjësi për veten tonë. Po unë e kuptova që ti duhet të mbash përgjegjësi për veten tënde. Unë po them të më japësh opinionin tënd se nuk kam opinion për një parti tjetër, sidomos pa marrë votim. Ne kemi në rregull. Për ta lidhur me atë që pyet avokatin pak më përpara në lidhje me pritshmëritë nga Partia Demokratike si partia më e madhe e koalicionit tonë. Në gjykimin tonë, akoma nuk janë shterur të gjitha opsionet për të luftuar, për të korrigjuar aq sa të mundemi ato gabime që janë bërë deri në këtë moment. Dhe pritshmëria jonë si parti nga Partia Demokratike është që të paktën në këto hapa të fundit që kanë mbetur, të na mbështesi. Ne kemi përgatitur disa shkresa, nga të cilat njëra shkon në SPAK. Meqense SPAK-u ka treguar interes dhe ka kërkuar në KQZ informacion, kjo ka ndodhur që në gusht të vitit kaluar, ka kërkuar informacion për tenderat, për këto pajisjet e identifikimit dhe për pajisjet e votimit dhe të numërimit elektronik, gjithë këto gjetjet që ne i prezantuam këtu, do t'ja bëjmë me dije zyrtarisht SPAK-ut, sepse nuk duam që t'i lëmë argumentin që të thotë, po unë nuk e shoh Fox News-in. Pra do t'ja çojmë zyrtarisht. Po njësoj, do t'i çojmë një shkresë të dytë misionit të Odirit, prezencës OSCE-s në OSBE-s në Shqipëri, por në këtë radhë edhe ambasadave dhe misionit të Shtetet e Bashkuara pranë OSBE-s, të cilat janë mbështetëset e programit të Odirit në Shqipëri. Ku jemi përpjekur të jemi sa më të sjellshëm, i kujtojmë me mirësjellje që ata nuk janë ndjerë
këtu e 2 vjetë për shqetësimet që ne kemi ngritur. Një pjesë ne i kemi zgjedhur vetë, numrin serial arritëm ta heqim nga fleta e votimit dhe pavarësisht reagimit skandaloz të KQZ-s, që e trajtoj si gjën më të parëndësishme në botë. E hoqëm, tha i punojnë si i KQZ-s, e hoqëm numrin e votimit, tha jo për në i gjëta, se s'kisha si problem, po ka që kishtë të callafe lartë e poshta, prandaj. Pra, nuk arrin ta konceptojnë që konfidencialiteti i votës është themeli i demokracisë. Pra, po i drejtojmë dhe këtyre, por, përveç kësaj, edhe ambasadave të shteteve që janë duke suportuar këtë mision për të i treguar që dhe OSBE Odiri, po e përgëdhel casti shumë KQZ-n. Dhe përveç kësaj, kemi dhe një propozim tjetër për KQZ-n, në të cilin këtu kemi vërtet nevojë për mbështetje nga Partia Demokratike. Do t'i dërgojmë një shkres KQZ-s, ku do t'i kërkojmë informacionin, database-in, e nxjerrë nga makinat e identifikimit elektronik, që i quajnë ata, regjistrin e të gjithë shqiptarëve që kanë votuar në ato makina. Por, pa asnjë lloj të dhënie personale. Pra, në aspektin teknik, absolutisht asnjë lloj informacioni në lidhje se kush është personi që ka votuar në këtë qendër, dhe këtë informacion do ta bëjmë të mundur aksesimin e këtij informacioni nëpërmjet një websajti ku çdo qytetar shqiptar mund të shohë se si rezulton ai përpara KQZ-s. Rezulton që ka votuar apo rezulton që nuk ka votuar. Dhe këtu më pas bëhet... Dhe çdo qytetar shqiptar ne ftojmë pastaj kur ta mundsojmë këtë, jemi 100% të sigurt që KQZ do na e refuzojë. Ne kemi kërkuar vetëm 2 fusha. Teknikisht, hashin e numrit personal të çdo personi, që e shprehur teknikisht është një numër nga i cili ti nuk e gjen dot më numrin personal, pra nuk mund t'i kthehesh mbrapsht. Bazohesh te numri personal, llogarit këtë tjetrin, ky është i garantuar nga formula matematike që është unik, nuk përsëritet asnjëherë, dhe është e garantuar me formulë matematike që nuk mund të kthehesh mbrapsht për të gjetur origjinën. Këtë dhe qendrën e votimit kaq na duhen. Këto 2 fusha na duhen. Dhe do krijojmë mundësinë për çdo votues shqiptar, çdo zgjedhës shqiptar, që të shohë nëse si rezulton ai për KQZ-n, rezulton që ka votuar apo jo. Dhe në momentin që do e mundsojmë këtë, i kërkojmë gjithë shqiptarëve ta bëjnë këtë test. Dhe të gjejnë kurajon ata që nuk kanë votuar, por që rezultojnë që kanë votuar. Të gjejnë kurajon që ta denoncojnë. Se aty do marrin vesh vërtet një numër se sa janë votat që janë bërë në emër të tretëve nga patronazhistë. E kuptoj. Armando Vrushi, faleminderit shumë që ishe sot në Fox News, të falenderoj për këtë analizë dhe për këtë sqarim të gjitha problematikave dhe të situatës. Unë ju falenderoj shumë për mundësinë që na jepni që të shprehemi. Unë do ju falenderoj edhe unë për gjithë që na keni dhënë hapësirë komunikimi publik. Është e dhimbshme që e kemi kaq kufizuar këtë hapësirë, për faktin se do kishim pas pesh më të madhe në debatin publik para zgjedhjeve. Ju di që kam qenë në 10 televizione ndaluar në 10 vjet, dhe këto zgjedhje normal që do isha aq më shumë këto zgjedhje do isha ndaluar, por di them një gjë që ne kemi një qasje krejt të re tani të sjelljes politike në raport me çdo shimi në klasën politike, komunikimi publik brenda dhe jashtë Shqipërisë. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme dhe që mendoj që ka për të pas flerë, ka të bëjmë me faktin a Shqipëria një poligon i Fondacionit Soros për të eksperimentuar teknika dhe metoda, forma, të zhdukjes së konceptit demokratik të zgjedhjeve, të kthimit të një regjimi totalitarizzues i cili bllokon dhe kontrollon gjithçka njësoj si kohën e komunizmit, dhe është ky një rrezik për Europën në raport me modelet që eksperimentohen në Shqipëri, që nesër mund të eksperimentohen edhe në vende të tjera, siç ka ndodhur. Ne pam që në 2020 në Amerikë, në zgjedhjet amerikane, patim manipulime zgjedhore, që ne qeshim se kishim parë në Shqipëri në kohën e viteve të shkuara. Dhe ne besojmë që do të luajmë një rol vërtet shumë interesant, raport ndërkombëtar flas, raport me ndërgjegjësimin ndërkombëtar në Parlamentin Evropian, sidomos forcat konservatore, për realitetin e vërtetë se çfarë ka prodhuar Soros në Shqipëri dhe si funksionon kjo monstër e jashtëzakonshme, si një rrezik kancerogjen edhe për Europën, për aq kohë sa metodat, teknikat që përdoren këtu për kontrollin e zgjedhjeve mund të përdoren edhe nesër në vende të caktuara të Europës, kur të fitojnë liberalet e Sorosit, të cilët do krijojnë skema që kur ndonjëherë konservatorët mos marrin dot pushtet. Faleminderit. Regjia, ne do të shkëputemi për një blok publicitar. Publicitet.